shqyrtimit projekt ligjeve, pika 2 dhe pika 5 vlerësojmë se kanë nevojë për ndërhyrje. Pikën 2, fjalia e dytë të hiqet, sugjerojnë të hiqet, në fund të pikës 5 të shtohet përcaktimi me përjashtim të projekt ligjeve me parafrim. Cënon transparencën, cënon konsultimin e duhur publik, cënon mundësinë e përfshirjes shoqërisë civile dhe bie ndesh me sugjerimet apo këshillat që Komisioni Evropian, por edhe Parlamenti Evropian i ka dhënë Shqipërisë. Kushtetuta ta ka përcaktuar cilat nuk bëhen me procedurë përshpejtuar. Ligji për shtetësinë, për shembull, që kishim rastin apo kodet. Por kushtetuta as tek 81.2, as tek 83 nuk t'i ka përjashtuar ligjet me procedurë, ligjet e parafrimit legislacionit. E përpasoj, kufizimi që vetë kuvendi ka vendosur, ne mendojmë që duhet ta heqë.